Të ndihmosh të tjerët nuk është vetëm bamirësi, është mënyra se si ne e ushqejmë shpirtin. Në fund të ditës, çdo ditë unë kam një ndjenjë pozitive për dikë dhe ndoshta ja kam ndrejtur të them ditën ndonjë personi të cilin kam ndihmuar. Unë jam Makbule Nureddin, unë jam vullnetare në kryqin e koçit të qytetit të Shkupit, tashmë gati 5 vite. Nga natyra ime unë gjithmonë kam pasur dëshirë që ndihmoj njerëzve dhe spontanisht dhe pastaj fillova ta dua edhe më shumë këtë angazhim. Gjatë një dite ne zakonisht ju japim personave që vinë këtu ndihma, si për shembull një ushqim të ngrohtë, rroba të pastërta. Gjatë kohës kur ka nivele të ulta ekstreme të ftohta, ju sigurojmë një vend për të fjetur. Më plotson kjo mua, angazhime me persona që kanë nevojë, ndihmesa e tyre. Çdo person e ka historinë e vet dhe dhimbjen e vet që e ndan me ne ose që ne e shohim në realitet në terren. Është një mënyra unike që ne lidhemi me ato dhe për atë kjo e bën çdo person të veçantë. Mjafton një faleminderit ose një buzëqeshje e ngrohtë që na mbetet gjithmonë gjatë në kujtime. Kam edhe prindrit e mi të cilët janë angazhuar në punë vullnetare. Ato edhe pse janë më të vogël, gjithmonë e kanë dëshirën që a mund edhe ne të bëjmë diçka të ndihmojmë, po ku mund të kyçojmë, vllavi është gjithmonë më kurioz. Me shumë vetbesim dhe dëshirë ju kisha thënë të bëheni, ta bëni këtë hap, pasi që vullnetarizmi nuk është vetëm ndihmë, ajo ju plotson juve për brenda, të përballeni me realitetin e njerëzve në komunitetin tuaj, diçka që ndoshta nuk e keni pa më herët dhe ju jep përvoja të cilat nuk e keni mësuar në libra. Në Maqedoninë e Veriut nuk ka një numër të saktë të personave të pastre, por organizatat jo qeveritare flasin për rreth 500 persona dhe vetëm 2 objekte për strehim. Në qendrën për strehim ditor që vizituam, vijnë deri në 160 persona çdo javë, një numër i konsiderueshëm duke pasur parasysh kapacitetin e kufizuar. Për ata që nuk mund të gjejnë vend gjatë dimrit, paguhet qira për strehim alternativ.